Banor, sot do të zhvillohet një sfidë e re fizike ku të gjithë ju do të testoni forcën, balancën dhe durimin tuaj. Para jush ndodhen disa struktura të vendosura mbi ujë, secili prej jush do të ketë një vend të caktuar me një unazë metalike të cilët duhet ta mbani me duar derisa të bini në ujë. Kush lëshon duart, rrëshet, bie në ujë ose prek platformën me trot, eliminohet me njëherë. Banorët duhet të rezistojnë 5 minuta minimalisht në qëndrueshmëri. Buxheti ndahet me përqindje për secilin banor ku do ta kuptoni në prime sa keni fituar. Ja, shef! E fitove! Sa kilogrami kje? Bravo! Edhe 30 sekonda! Menoj kënd! Jo! Atëherë, tani është momenti që të kuptojmë se sa përqind të buxhetit keni fituar nga vllai i madh. Banor, kam analizuar me kujdes rezultatin e sfidës së buxhetit. Përkundër përpjekjes suaj, sfida e qëndrueshmërisë nuk ishte e lehtë. 6.25% ishte përqindja për kokë banori. Banorët që qëndruan deri në fund, 6 në total arritën të grumbullojnë 37.5% të buxhetit të shtëpisë. Por, duke qenë se është java e parë, kam vendosur t'ju jap edhe një mundësi për rikuperim. Kjo është nata ku 2 banore mund të ndryshojnë rrjedhën e kësaj jave. Alba, Shkurta, ju thërras në sfidën e shpëtimit. A jeni gati, me fustane, me adrenalin dhe me guxim, të shpëtoni buxhetin e shtëpisë. Nëse e kaloni sfidën, secila prej jush fiton 10% për buxhetin. Suksese! Super është. Pra, Alba dhe Shkurta, a jeni të gatshme ashtu si shihni të veshur shumë bukur dhe po dukeni shumë bukur. A mundet atletet i veshim? Atletet? Po. Po pse jo, po mundeni. Patjetër. Hajde shpejt pra, shpejt sepse nuk kemi shumë kohë. Na prishët nga gjyru o ta mëre. Muj 10%. Po, derisa Aladin, a na dëgjon? Po, ju dëgjoj. A jemi këtu? Jemi. Tani, loja të ata